Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë se si me dizajnu një player me Adobe Illustrator. Playerin që kena me dizajnu është i formatit A4. Kështu që mundem me kliku me njerë këtu direkt A4, apo mundem me kliku Create New, File New. Këtu zakonisht i shfaqen varësisht prej versionit të Illustratorit. Kështu që mundem me kliku Create New, edhe pastaj hapet kjo dritarja. Nërsa këtu i kemi opcionet shkurtesat me kliku Print. Klikomi print shfaqen disa formate. E klikomi A4, ndërsa këtu e kemi bu konfigurimin. E kemi për portrait edhe landscape, kështu që na lëmi portrait. Por është e rëndësishme këtë bleed e ndryshomi e bëmi 3 piksela. Edhe siguromi këtu e shikomi a kemi ngjyrën cmëk, për arsye se projekti është për print, edhe rezolucioni 300 dpi. Pastaj klikomi create. Edhe hapët kjo dritarja. Bleedin që e rregullum për za 3 piksela është apevreni, kjo e bardha është sa është leta, ndërsa kjo bleed është e krijuar 3 mm jashtë hapësirës punës. Për arsye se kjo përdoret për print, ku ta bëjmë prerjen, ata me ditë ku me prej. Kjo është hapësirë e sigurisë, që mos me na u prej dizajni. Se parëmdone, kur të prejen ato që i prejnë maqina, ajo mundet me hi ma mrena kënena dizajn, apo ma kënena kështu që mundet me na prej dizajnin. Kështu që na, për me na dole dizajni mirë, e bomi 3 mm, të më thonë kita kande 3 mm matë madhe, që ku të prejnë e maqina, mos me na dole dizajni keq. Zakonisht për projekte për digital nuk e bëmi këtë e bëmi vetëm në projekte për print. Ok, kjo ishte të më thonë që e kryum. Hapi tjetër pa e marë këtu katrorin, këtu përshkoj për heki strokin, edhe për zgjedhë veç një ngjyrë këtu, për zgjedhë që ngjyrë tint, edhe përshkoj për bëj, dhe më thove që mora katrorin këtu, e kryova një form, edhe përshkoj prej qoshin qash, për sigurona, për bëj të madhe sa është kjo hapësira këtu, sa është hapësira e letrës, që kena me bu kjo A4. Dhe një qash këtu. Edhe me thonë ta një në rregull. Pasi bëra këtë, klikoj këtu, pastaj këtu, pastaj offset path. Klikoj këtu, e klikoj preview, edhe shikone këtu e keni mundësien me rrot, me rrit numrat apo me zvoglu. Shikone si për ndryshon kjo, kur pe rriti apo pe zvogloj. Kështu që për bëj prafërsisht kështu, klikoj OK. Tasht, janë dy forma, kjo e henta u bu kopje, po u zvoglu proporcionalisht sa kjo. A përvreni kër përshkoj kështu edhe kështu. Unë për klikoj të kjo madhja këtu, edhe klikoj delete. Shikone tani ka me të vetëm kjo ma vogla. Hapi tjetër, këtë e selektoj, shkoj me tastin e djathë, edhe klikoj make guides. Shikone, klikoj make guides, kjo prej formës, prej shepit, krijohet bëhet guide. Nëse klikoj këtu, kjo selektohet. Po nëse shkoj me tastin e djathtë, më i me kliku lock guides. Do më thonë mi bloku guides. Tani këtu, kjo nuk selektohet. Ata që përdorin Photoshopin e din që këtu vijat nuk selektohen normal në Photoshop, vetëm nëse klikomi kështu edhe lëvizmi, ndërsa në Illustrator e kena opcionin me bo lock edhe unlock guides. Do më thonë këtë rast, nëse du me bo unlock, klikoj, shikone, më i me lëviz këtë, apo me fshi, po klikoj lock guides dhe më thonë edhe këtu, edhe kjo blokohet. Këtë, pse e bërëm këtë? E bërëm për me bo dizajnin ma simetrik, me ditë ku me fillu teksti, ku me vendos logon. Edhe, kjo tash konsiderohet zonë e sigurt. Qa kemi tekst, logo, ikona, nuk i qesmi jashtë i kufizimi. Ndërsa kur kemi fotografi edhe shape, e qomi deri në fund, bile deri te kjo e kuqja këtu jashtë. Për arsye që na e mami këtë distancën për shkak të sigurisë, se si thash, kur të shtypen për shkak 1000 flajera, 10.000 flajera, kur ti prejna e maqina, ajo mundet me prej, ma mrena apo ma jashtë. Kështu që kjo është më siguru, mos me na dol dizajni keq kur të prejen flajerat, po gjithashtu edhe për me bo dizajnin simetrik. Këtë kufizimin zakonisht e përdormi edhe për rrjete sociale edhe për çfarë do lloj dizajni. Ok, po vazhdojmë me hapin tjetër, pa krijoj prap një formë sa kjo,
madhe, po pak më të ishe paraforësisht deri këtu, edhe për bëj paraforësisht deri këtu. Okej, hapi tjetër, e klikoj këtë tu, apo shkurtesën A, e klikoj këtë pikën njerë, pastaj klikoj cëtëllë dhe shiftin, më të klikoj pa këtë pikën, tani klikoj cëtëllë dhe shiftin edhe filloj me lëviz majtas, edhe derisa të i bashkoj këtu pikat, shikone? U bashkon këtu pikat, shikone si bëhet. Okej, pastaj klikoj cëtëllë C, cëtëllë V, e bona copy paste, dhe më thonë këtë, shikone? Selektoni këtë, cëtëllë C, cëtëllë V, kjo u bo copy. Kështu që, tani klikoj këtu, ku të afrona të kandi, shikone kursorin ndryshon formën, edhe klikoj shiftin, edhe filloj e rrotulloj këtë pozicion. Shikone. Edhe hapi tjetër, për lëvizi paraforësisht kështu. Kështu është e mjaftueshme. Pastaj këtë po bëj kopje prap, CTRL-V, edhe po ja ndryshoj ngjyrën sa me vret jo dallimin. Shikone. Po afroj këtu, se tani po du me hek këtë pjesën e jashtme pa nevojshme. Kështu që, shkoj deri te kuqja, jo do më thonë të kjo henda, po te vija kuqja. E klikoj këtë, pastaj me shift edhe këtë. Edhe shkoj te kjo vegla këtu. Edhe klikoj me ALT, shikone ku klikoj këtu, klikoj ALT-ën, ALT-ja e bon kursorin me minus, edhe klikoj këtu njerë. Ajo u fshi, shkoj te mausi këtu ashtë, edhe klikoj e fshi këtë malën. E bëj delete, shikone kjo tjetra ka me jetë këtu. Okej, hapi tjetër është me marë një katror, edhe po e bëj paraforësisht kështu. Njerë po ja japmi formën, tani vendosmi për ngjyrat. Po vendosi deri këtu paraforësisht. Këtu po mendoj me vendos një foto, këtu e vendosit logon, këtu vendosi për shkak tekstin edhe elementet tjera. Okej, hapi tjetër është me kriju një formë këtu, e marr prap katrorin, edhe e bëj paraforësisht kështu një formë, deri të qoshi këtu, po lëvizje, filloj me shtë më poshtë, edhe kësajna po ja jap një ngjyrë, po klikoj këtu, klikoj 2 herë, edhe po ja jap këtë ngjyrë, unë me shënu edhe jo, klikoj OK. Shikone. Pastaj, po ja afroj këtu, deri, shikoni, kjo pika derisa të prej këtu. Tani hapi tjetër, e klikoj këtë mausin këtu, e klikoj këtë pikën këtu, filloj me lëviz pak, pastaj klikoj shiftin edhe CTRL-ën, edhe e vendosi deri këtu. Që kjo mu bo, pjertësia mu bo e njëjtë si kësajna tjetrës. Kështu që, këtë, tasht e barti më lartë, po sigurona me pas drejtimin e njëjtë kësajna, shikone. Okej, tani këtë, selektoj, e marrë këtë me A, Direct Selection Tool, selektoj këtu 2 pikat, edhe pastaj filloj vetëm këtu me lëviz. Kur ti selektoj kështu, afektohen veç këtu 2 pikat. Hapi tjetër, klikoj CTRL-C, CTRL-Shift-V. Kjo bu copy paste. Kështu që pe marrë këtë, për lëvizje pak më majtas, dhe më thonë me shift, për lëvizje pak më majtas. Pastaj, për klikoj këtë tjetërën, këtu. Shikoni tani duket se është 1, sepse e kanë ngjyrën e njëjtë, po nëse klikoj kështu, tash janë 2. Këtë për klikoj 2 herë, hapo dritarja me ndërë ngjyrën, klikoj CTRL-V, bëj OK, shikoni janë ndryshova dhe më thonë ngjyrën e vendosa këtë kod. Mëni me vendos jo. Shikoni, njona është ma qeltë, njona është ngjyra ma e msheltë. Okej. Tash këtë që është tu lartë edhe me rendit jo lartë, shikone. Këtë të shoh lartë, klikoj një herë, pastaj me tastin e djathtë, klikoj këtu Transform, Reflect, edhe shikone kjo bo, siguroni me pas
reflektimi kështu si on, klikoni OK, edhe pastaj e lëvizni këtë drejtim derisa të bashkohen këtu pikat këtu. Shikoni. Kena një opcion nëse klikoj CTRL-Y, më mi po, a janë këtu vizat përputhje jo. Shikoni. Klikoj këtë e korrigjoj. Kjo është një metodë shumë e mirë për me, po të më thonë a janë rregull në çdo milimetër. Shikoni. Tash klikoj edhe këtë, edhe një herë. Rregull. Tani e klikoj këtë tjetrën. Ok. Prap këthena CTRL-Y, këtheja si kur s'ke gjendja e më pashme. Pastaj e klikoj këtë. Shkoj prap e selektoj direct selection tool A-en, e selektoj këtu dyja edhe shkoj i shkurtoj sa është deri kjo të vija kuqa. Ok. Hapi tjetër, tash këtë kena me shkurtu, kështu që selektoj këtë njerë, pastaj shkoj e marrë një 4 orë, edhe e vendosi 4 orën deri këtu. Po ja ndryshoj ngjyrën sa me vrejt ju dallimin. Ok, klikoj këtu. Tash e klikoj këtë, pastaj shift edhe këtë, edhe Pathfinder. Këtu e kam Pathfinder, kështu që ju mundi me shku me shfaq e keni këtu të Windows. Çdo faqe e kemi opcion që se gjeni këtu i keni me shfaq këtu të opcionet të Windows, dhe më thonë e gjeni këtu që keni Pathfinder, shikoni këtu. A ju del si dritare. Këtë rast që në më i bardh edhe me vendos këtu. Kjo është fjala për Pathfinder, apo e kam opcionin këtu. Kështu që klikoj këtë opcionin, shikoni ajo e pren këto, po që ka ndodhë tash kjo ka dollë përmi këtë, kështu që klikoj këtë, klikoj CTRL Shift edhe klapën e mesme të gjatas, kjo kalon prap lartë. Shikoni, rritani si ka dollë. Ok, të më thonë se i përket layout-it drejt tash e rregullu me layout, tash kena me fillu me vendostu elementet, tekstin, logon, ikonat, fotografien. Ok, tani po e vendosi tekstin, po klikoj me të janë këtu, pastaj po klikoj këtu dikun, po shënë një tekst. Jo mundi me shku shërdush teksti, une po bazona sur internet dikon edhe veç po e sa me mushtu me tekst. Po e selektoj tekstin, ku shkoj për e zgjedhi këtu roboto, edhe po shkoj për bëj tekstin bold. Opcioni tjetër, po shkoj tekstin të karaktere këtu, po klikoj edhe po e bëj all caps të janë këtu. Kjo e bon ketë me shkronjat moja, edhe tekstin po vendosi bukon online right, dhe me thonë prej djatas majtas, shikone. Ok, e marrë këtë tekstin këtu, edhe shkoj e rriti me shift, dhe me thonë njërë proporcionale, me shift, edhe shikone tekstin e vendosi këtu të vija, nuk e qesë jashtë vijës, edhe tekstin e kam selektuar, klikoj këtu, e bëj ngjyrën e bardhë, shikone, tani ka ngjyrën e bardhë. Ok, hapi tjetër për shkoj me vendos logon, kështu që po shkoj prap të tëja, vetëm po klikoj të këtu, your logo, CTRL-A, këto për just alignment left dhe më thonë, edhe këtu me rriti pak me shift, edhe tekstin me bëjnë ngjyrë të bardhë. Hapi tjetër, po shkoj të Chrome, këtu i kam të flat icons, kom shkarku ikona, dhe më thonë këtu shkarku ikona falas, kam kërku një ikon, kështu që këtë shkoj këtu të plusi e zgjedhi EPS, dhe më thonë EPS, formati EPS është i përshtatshëm për Illustrator, kështu që klikoj EPS, free download, hapo dritarja na pyet ku do me rujt, këtë rast në desktop, save. Pastaj klikoj këtu 2 herë, kjo hapën dritarja në veti, kështu që unë i selektoj të gjitha këtu,
CTRL-C, dal këtu CTRL-V, edhe po shkoj pezokloj me shift, domethënë në mënyrë proporcionale. Edhe po bëj CTRL-G, po bëj grup pasi këto elementet kanë dome. Po klikoj këtu me ndonjë ngjyrën, po shkoj pe zgjedh ngjyrën e bardhë e klikoj OK. Shikoni. Këtë po afroj pak më afër, po klikoj këtë edhe këtë me shift, pastaj këtu të e zgjedhi align to selection edhe këtu e zgjedhi këtë opcionin më konë center. Shikoni si bën, pastaj po I lëvizi drejt, shikoni pi vendosit e kondi këtu. Edhe po sigurohet të thonë mos me dal kur gjë jashtë vijës, po I rrit edhe pak me shift pavarësisht kështu. Okej. Hapi tjetër kena me vendos këtu ka një ikon. Kështu që një fillimisht për marrë rrethi këtu. Për marrë një rreth kështu. Po klikoj me I dhe klikoj tab, klikoj këtu, kjo e merr ngjyrën e kësaj që selektova, pastaj shkoj te mausi. Okej. Tash këtu po vendosin një tekst. Po tash vend me bu tekst, për shembull me zgjidh paragraf, kështu që klikoj T-n edhe e moj shtypër kështu, e zgjidh hapësirën sa po du me shkruaj, shikoni. Edhe shënohet. Tash ilustratori e ruan veprimin e fundit, ne kena bërë tekstit me shkronja të moja. Keq, në këtë rast nuk na vjen me shkronja të moja, kështu që teksti është I selektuar. Klikoj te karakteret këtu. Edhe ja heki all caps. Shikoni po teksti më të vogla. Edhe normal moj këtu me shkruaj me zvoglu masinë e tekstit, se nuk na vjen shumë e madhe këtu. Kështu që tani po vendosin këtë lorem ipsum po e bëj enter poshtë, këtu në altë po shënoj një si titull. Edhe këtë, po e selektoj vetëm këtë ashtë po e bëj me shkronjat moja. All caps, gjithashtu kësa në pja rritë edhe malsien më I me rritë këtu malsien. Shikone. Okej. Nërsa, tekstin, po klikoj edhe njerë, po e selektoj këtë nuk pelo bold, kështu që po shkoj po bëj këtu këtë opcionin. Edhe pastaj këtë afroj e bëj kështu që kaq. Tash këtë edhe me shift edhe këtë edhe bëj kështu. Shikoni bëhet teksti alignment center. Kështu që tash I klikoj CTRL-V. Vetëm pak I lëvizim maknena. Edhe CTRL-V. Shikone, vendosa tekstin, selektova këto dyja. Tash këtu po ja vendosmi nga një ikon. Ikonat I kam zgjedh prapë edhe këtu njëjtat e flat icons. Po klikoj EPS. Download. Klikoj këtu, hapet edhe kjo. Klikoj selektoj CTRL-C, CTRL-V, e zoglej me shift. Shikone, edhe vendosi këtu. Shkoj e marrë ngjyrën e bardhë. Tani, me selektu këtë edhe këtë, edhe me vendos këtu center për shembull. Tani normal, edhe këtu afektohen, kështu I selektoj këtu, tani I bëj center me këtë vjen me që është kështu. Shikone. Tash na përmesru kohën e ikonën e njëjtë, po e marr përsëritje te këtu dyja tjera, kështu që po klikoj CTRL-Alt, vetëm po bëj drag and drop këtu. Shikone. Prap edhe këtu po bëj drag and drop. Okej. Tash mumi edhe këtu me vendos një tekst, edhe këtu përshah një kontakt ose diçka. Kështu që po e marr këtë tekstin, CTRL-C, CTRL-V, po dal këtu. Edhe po klikoj dy herë, po bëj për shembull kështu. Edhe më I këtu poshtë.
Nëse klikoj 2 herë këtu, kjo konvertohet bëhet në tekst prej text boxit, kështu që muj me shkumi i rrit me shift, dhe me thonë një profesionale. Kështu nëse të milon. Okej, hapi tjetër e kemi edhe këtu si tash me vendos një tekst mu me shkru, kështu që muj me marr katrorin, me vendos prafërsisht kështu, shikone. Pastaj klikoj këtu apo shkruajtesën A, edhe shkoj për shembull, e klikoj vetëm këtë pikën këtu, edhe filloj masi filloj me lëvizje, klikoj të lëvën edhe shiftin edhe e bi prafërsisht këtë pozicion. Shikone. Okej. Tash e klikoj tekstin edhe klikoj këtu mrena. Sigurona, shikone, sigurona njëra selektoj këtë. Pastaj këta klikoj të janë tekstin, e kemi këtu me zgjedh me shkru mrena kësajna, qëre. Me klikoj edhe kjo shumë mrena formës. Kështu që prap shkoja heki këtu të karakteret. Shikone. Edhe për shembull më me shku tani të paragrafi edhe e bëj këtë opcioni këtu. Shikone si bëhet teksti. Ndërsa kjo ja hek vizat lidhëse. Shikone kur ka viza lidhëse ja hek. Ju si pas dëshirës mundi me lënë që në këtë rast me lo. Shikone u vendos teksti në këtë dhe më thonë këtë formë. Edhe këtu përshko me vendos një fotografi, kështu që kom zgjidh një fotografi. Këtë fotografi e klikoj më rritë e madhe, për arsye se për print në vynë më kone madhe. Klikoj copy image, pastaj klikoj këtu, që të leve. Okej, fotografi është e madhe. Kështu që ta shkoj e zvogloj me shift. Deri këtu të qoshi kësajna. Nërsa fotografinë dhe nëzë bëjmë më poshtë. Ta është klikoj që të lërë shift edhe klapën e mesme majtas. Në tonë është fjalla për këtë klapën pjashën e këtu. Së me po. është fjalla për këtë klapën. E keni në tastier këtu offer enterit. Okej. Tasht fotografinë e qova poshtë, tasht e klikoj fotografinë fillimisht, tani me shift edhe këtë formën që kena e kriju për me vendosë fotografinë, kështu që me tastin e djallë, pastaj klikoj make clipping mask. Shikone, fotografia hen mrena kësajna. Tasht këtë kemi opcionin mumi me ndryshu ngjyrën, mumi për shembull këtë me marr i, me marr këtë ngjyrë edhe këtë, ndërsa këtë me i me marr këtë ngjyrë. Shikone. Pastaj tekstin me vo këtë ngjyrë të bardhë. Shikone. Ndërsa shift edhe F na shfaqet një preview që mu me pa si duket dizajni edhe SC e hekmi. Po tash është e rëndësishme për me ditë për me rujt për me printu. Kështu që hapi parë shkoj e ruj file, save as, e ruj formatin ilustratorit. Kështu që klikoj për shkak këtë as desktop edhe për bëj flyer A4. Zakonisht është mirë me lon edhe këtu në emërtim me di çfarë formati ka, pasi për shkak kena me printu me di çfarë formati ka, e lomi A4 në desktop, save. Çka ke opsioni për me rujt për Adobe Illustrator, klikoj OK. Kështu që na me mujt me editu këtë edhe më vonë. Po tash është e rëndësishme për me rujt formatin për me çu për print. Kështu që për me rujt për print, na nuk ja çumi formatin Illustrator klientit, apo për print ku ta çumi te kompania printimit, por e rumi PDF dhe ja dërgomi si formatin PDF. Por është e rëndësishme që ndodh fontin që keni përdorur juve, ku t'ja dërgoni atina me printu, ai nuk i ka fontin edhe juve mund me dal dizajni këtë se i ndrohet fonti. Ku nuk i ka fontin që keni përdorur, atina i shfaqet font tjetër. Kështu që na mumi me kliku për shembull vetëm ku ka font. Ose e kemi një opcion e me zgjedh all text objects, qëre, klikomi këtë, selektohet ku ka text. Pastaj me tastin e djathtë e keni me bo create outline apo shift CTRL O. Kur klikomi këtë opcion,
i gjithë teksti konvertohet në vektor, nuk është i editueshëm. Shikone, nëse klikoj tash me ndryshu, nuk ndryshohet teksti. Kjo është konvertuar në vektor, edhe tani ai ku e dërgoni këtë dokument, s'ka rëndësi e ka llojin e fondit, aty na kam ju hap çështën që ja dërgoni ju. Por është e rëndësishme. Që rujtën formatin, neve na duhet me rujt me editu që rujtën formatin e ilustratorit. Nësa këtë veprim e bëmi vetëm ku ta rrumi PDF për me dërgu për print. Edhe hapi tjetër tash është shkojmë file, prap shkojmë sikur më herët këtu, por këtu e zgjedhmi PDF. Edhe klikojmë save, hapo dritarja na pyet. Tash këtu klikojmë e zgjedhmi high quality print, masi na të dërgu për print. Ja hekmi këto dyja. Këtu. Pastaj klikojmë këtu. Ku klikojmë këtu, edhe kemi opcionin me shfaq, nëse ju kujtohet në fillim kur e krijuam dokumentin, këtu i zgjedhëm 3 piksela. Kështu që i thomi, me këtu mi rritë ose diçka, po na i thomi përdori prej dokumenteve që kena kriju sipas dokumentit të fillim. Kështu që klikojmë kët. Pastaj i klikojmë edhe kët, 3 mas, kjo tregon për ku me prej, e shohni tash ku ta ruaj dokumentin qysh, edhe bëj save PDF. OK. Edhe tani e hapi desktop më ka rujt mu dokumenti. Këtu. Që ku pe hapi 2 herë. Klikoj 2 herë më hap. Shikone. Si ka ndalë këtu vijat. Edhe ajo sistemi ku ta prend, apo ai punëtori që mirët me prerjen e flyerave, atëherë ai i ka këtu udhëzimet mi po ku kam i prej. Shikone, gjithçka është vektor, rritet sa doni, normal kuptohet përveç fotografisë, nëse rritet shumë, se fotografia është raster, nuk është, domethënë vektor, fotografia është e bazuar me piksela, ndërsa vektori rritet sa dush, nuk i hup kualitet. Edhe tani është i gatshëm, mundi m'ia dërgu klientit për domethënë apo për print. Nëse doni mos m'ia shfaq këtu, se ka raste që klienti këtë e përdor edhe për projekt digital, domethënë dizajn e njëjtë e përdor diçka për digital, ju mundi m'ia rujt këtë edhe pa këtu, që një shkomi file këtu. E zgjedh me njëjtë PDF, veç për bëj vd save. Një këtu e zgjedhi high quality print, këtu dyja e heki, por këtu nuk pja caktoj, këtu kur gjë nuk i caktoj, kështu që e bëj save PDF, OK. Edhe që tani ku e kam këtë vëdyshin, tash sot hapët. Shikone, kjo tani është full, nuk i ka shfaqura këtu vijat heq. Kështu që varësisht prej raste ju mundi me përdorë të ndonjë opcion.